çka fiton ai i cili do të agjeron muajin e Ramazanit komplet? Kallëzon ti mo cili është fitimi më i madh. Xheneti. Njerëzit çka mund me mendu, domethënë, fitimin më të madh në botë, me bo kryetar, me bo miliarda. Ti thon për ndonjë. Me bo ishuj me pas. Këta që është kur çdo, xhenetin ti e përmene. Po. Po edhe në xhenet ka grada. Agjërimi ka as problem që as problem e di veç Allahu. Pse? Sepse ai shpërblen me bujarinë e tij. Për me kuptu këtë çështje, domthonë na të kthehemi për shembull, nëse dikush është miliarder, sa shpreson që ai ka me dhon ti dhurat. Ti nuk pret fitimin të dhon 50 euro. As 500 euro, se miliarder është. Një biznesmen i thjesht me 100.000 euro kapital ti jep 500 euro në 1.000 euro. Po. Miliarderit i pret miliona me dhon. Edhe Allah i madhëshëm kur flet për agjërim që thotë as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Agjërimi është për mua, është i jemi. Dhe unë shpërblej për të. Sa veç ajeti. A mund me supozuar? Po, çfarë është më thon? Do xhenet po se po më të mirë në xhenet, më të madhe në xhenet. Se thot Allahu i madhëshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu duart e tij i ka të mbushura plot. Jep ditën dhe natën me bujari. Do thot, çka të mendosh ti që ke me fitu është pak. Supozojmë për shembull. Çka të supozojsh ti që ka me dhënë është shumë pak, Allah ka me dhënë më mirë. Kur thot Allah i madhëshëm në hadithin qudsi, adetu li ibadi salihin, ka përgatit për robët e mi atë që syri se ka pa. As veç se ka ndëgju, as që ka fantazuar zemra e tij. Kjo flet për besimtarin e rëndomt. E pra Gjuzi thot, unë e shpërblej për të. Dhe në diçka maramendse, astronomike. E që i përdojnë këto terme? Maramendse, që ti mermend qa e madhë është. Astronomike, sa që nuk ka matematikë toksore që e bën llogari. Edhe andaj themi na, fakt është pyetja shumë me vend, se o agjerues, me ditë ti, sa fiton, sa shpërblesh, sa është e madhe ajo që ti e fiton dhe shpërblesh, ti jën 30 ditë kisha agjeru këtë vitin. Edhe kanë thonë lemat përpara. Me ditë agjeruesi çfarë shpërblimi fiton nga agjerimi, kishte me dëshiru tanë viti me kon agjerim. Na sot për shembull para se mi në Ramazan themi shumë betë 30 ditë. Po na fakt tash e kemi pak më fllat, nuk ka më. Edhe iftari më herë. Kur ishte në Korikë ngushtë, po thash me shumë betë 30 ditë deri në 7-8, kush i pavuk. E tash elhamdullah ka ardhur këndej, domethënë ka ardhur makadimri, edhe është tash më shkurt, është më freskët, nuk ja bëjnë mohabetin. Megjithse, do thotë bisedon numrin edhe saatet për shkak se e ki rond, për shkak se nuk e di shpërblimin, ama kur ta di shpërblimin që është maramendës astronomik, po valla pak 30 ditë, edhe më shumë kisha agjeru. Edhe andaj Allah i madhëshëm këtu i tregon dy gjëra. E para, bujarinë e tij, që është shumë e madhe, shpërblimi shumë i madh, dhe e dyta urtësinë e tij. E din se këtë njerëzit nuk janë një kategori në perceptim, në vlerësim. Për shembull, i binduri, i devotshmi e vlerëson se agjerimi ka shumë shpërblim, edhe ai në ditën e parë e kalon shumë lehtë. Edhe do thotë nuk ka problem. Po ka edhe njerëz që nuk e kanë këtë vlerësim, këtë perceptim. Janë ma cekt në kuptimin e argumentit fetar. Janë ma me pavullnet e analizojnë argumentin fetar. Edhe për to Allah thotë ditë numrume. Mëse ki gajle, shkojnë shpejt. Tejnë në ka me janiste në agjerimi, të thotë për pak ditë ka me përfundu, kena me thonë shumë shpejt shkoj. Këtë kena me thonë. Unë jam të thonë që disa vite me radhë, sot është dita e parë, mojnë e men, se shumë shpejt vjen e fundit. Edhe kjo gjithashtu ka të bënë me urtësinë e Allahut xhelal, se Allahu e ka programuar ditën e agjerimit aq bukur se që ti angazhu me punët e dynjas dhe me punët e agjerimit, Ramazanit, shumë shpejt. Se kujt është dita e organizuar, shkon shpejt. Andaj gjatë ditës e ki agjerimin, e ki përgatitjen e iftarit, e ki teravin, e ki hatmen, e ki domethënë mukabelet, e ki derset, edhe ku ta shofsh dita shkoj. Edhe normalisht shkoj dita shpejt, shkon edhe muaj shpejt. Kështu që Allahu është i gjithdijshëm, edhe Allahu është fisnik bujar. I jep besimtarit atë që se ka mendu. Shpërblimi është maramendës xhenet po se po gradat mëdha e xhenetit me gjithë ato bukuri që Allah i ka caktuar veçanti për agjeruesin. Andaj ne kemi me fat që agjerojmë. Jo me fat, ne jemi shumë të veçantë, shumë me fat. Dhe thotë, ne
Nëse kalkulojmë me miliona, miliarda, s'ka shifër, trilion, është pak, me thonë... Zilion, këti Po, sheferi në vërë. është pak me atë që ka me shpëri Allahu për një ditë agjerimi. Mos flas për 30 ditë. Edhe andaj është munges bindjeje edhe besimi i dobët ai që agjeron Ramazanin sipërfaqësisht. Ai që agjeron Ramazanin veç për me agjeru, që nuk e kupton thelbin e agjerimit. Se agjerimi e ka qëllimin ty me të afru te Zoti. Realisht Allahu don prej teje me thonë, o Zot, unë për ty ri edhe pa bukë edhe pa ujë. Pse jam rob jot? Pse se e di se unë edhe me vazhdu jo vetëm një ditë, po edhe 2, edhe 3, edhe 4, edhe 5, pa ujë, pa bukë, ti mu nuk më le me vdek. Ti mu më në gjallë. Kupton, për mu shkput nga, se na mendojmë se si më të hashe, si më të vdes. Kjo është te bot kuptimi materialist. Ama te bot kuptimi fetar, jo, se ushqyesi, furnizuesi është Allahu. A kupton, se ti qeliza nuk mund me jetu pa ujë. Nuk mund ushqy pa ato në domethënë sheqernat, kriprat, mineralet e kështu me radhë. Se Allah ka kriju kështu sistemin me u zhvillu. Mirë po, ai Allah që ka kriju sistemin e njeriu trupor me ushqim, me ujë dhe me ushqime edhe me vazhdu jetën, i njëjti Allah kur don ti edhe pa ujë dhe pa bukë të manxha. E tash kur e ki bindjen, ti e kënaqesh në agjerim, po mundohesh edhe me kuptu qëllimin e agjerimit që me të afru ty edhe ma shumë të Zoti, edhe me qenë i bindur edhe ma shumë të Zoti, edhe i nënshtru ma shumë para Zotit. Edhe normalisht ti hin në Ramazan me vullnet, vazhdon Ramazanin me vullnet dhe del me vullnet kuptimin e mërzis, se patë një shansë shumë të mirë të adhurimit, tash u ndërprej, tash fillojnë ciklet tjera të adhurimit dhe forma tjera të adhurimit. Ato që kanë bërë mëkate, hoq, ose vazhdojnë me bërë mëkate, mirë po dhe agjerojnë. A vlenë edhe për ato ki shpërblim? Po, shpërblime për gjithë, se cili njeri që agjeron, abstenon nga ngrenja dhe pira, që nga syfyri dhe niftar. Po dallimi i shpërblimit ekziston. Se tjetër është ai që largohet nga harami gjatë agjerimit, edhe ai që bën haram në agjerim. Tjetër është ai që e shton adhurimin e agjerimit, me adhurim e shtesë, edhe ai që nuk i bën ato. Andaj ka dallim në, për shembull, kaluese është edhe dyshje është kaluese, edhe treshje, edhe katërshe e pensa. Po dikush merr 5 me agjerimin e ditës parë, dikush merr 4, dikush merr 3. A kupton? Këtë kanë kalu. Ama shpërblimin e marrin sipas sinqeritetit, edhe sipas kualitetit të adhurimit që e bëjnë ata. Edhe normalisht se mungon kualiteti i adhurimit, tjetër është edhe agjeron edhe shash për shembull. Edhe agjeron edhe ofendon. Edhe s'fal namaz. A kjo është shumë e madhe se kjo ta rrezikon kamt e agjerimit i rrezikon. Pra themi na, Ramazani është mundësi e artë që ti agjerimin ta plotësosh me namaz, e kështu ti kesh garancë dhe siguri se edhe agjerimi jote është inshallah i pranuar. Gëzohuni o ju që do të agjeroni.